këtë pjesë, afër laboratorit janë edhe imazheria, komplet kjo është diagnostika imazherike, mund të them që është mjaft e kompletuar. Këtu në këtë pjesë këtu e kemi rezonancën magnetike, e cila është një rezonancë magnetike më të vërtetë shumë kualitative. Kualiteti i rezonancës plotësohet edhe me interpretimet radiologjike që i kemi prej profesionistëve më të mirë të radiologjisë. Nuk po i përmendim me emra, për shkak se mos i përmend me emra, po kemi që janë mjekët emrat më të denjë të cilët e bojnë profesionin e tyre në specializimin e tyre më të mirë të mëshëm. Radiologët në këtë rast, jo vetëm të rezonancës magnetike, por edhe në anën tjetër kemi edhe CT-n, voni CT të cimencit, kurse në këtë pjesën tjetër këtu është një rentgen, edhe rentgeni është fjala e fundit e teknikës. Po që shkus po kanë mësime i pa dhe pamjet e të gjithave, ajo që du me të pyet është që rezonanca ka vite që për imazheri ka qenë e para në vend, po e thamë këto jo vetëm në privat, por edhe në publik, duke pas edhe PET-CT-n. Këto po thëmë pa modesti që rezonanca magnetike është pioner i imazherisë në Kosovë. Rezonanca si kompani, kur i ka sjell aparaturën në Kosovë, faktikisht ato nuk kanë qenë pjesë as institucioneve publike të cilat i kemë. Është një ndër CT-t e para në Kosovë ka prej rezonanca magnetike, prej rezonancës, edhe kjo është një traditë e cila është mbi 30 vjeçare që është fitu një eksperiencë me të vërtet ekstreme madhe, sa doktora kanë punu për me formu me mri në këtë nivel ku ka mri rezonanca. Po thamë, kur krejt kësaj i shtohen edhe njësi tjera të cilat i kemi kolegjin, ku në kolegjin tonë, nëse flasim vetëm për imazheri, një nga drejtimet të cilën na kemi në kolegj është edhe radiologjia. Studentat tanë, të cilët kanë përfundu studimet në radiologji të sot i ke në të gjitha institucionet e Kosovës, edhe publike, edhe private. Pa modesti për thëmë që janë një ndër më të suksesshmit janë studentat që kanë kalu, sepse nuk janë studentë të cilët janë përgatitur vetëm në pjesën teorike, janë studentë të cilët në baza ditore angazhohen në aparaturën imazherike të cilën na e kemi. Faktikisht pjesa teorike shumë krahas pjesës praktike dhe ajo neve na bën që me qitë studenta, me formu studenta, me të vërtet të një kualiteti që është për të lakmu. Dhe shumë për tyre janë edhe të punësuar në rezonancë. Shumica për tyre janë punësuar edhe në rezonancë, po thamë, edhe jashtë saj, edhe në institucione publike, edhe në institucione private.